Prandaj edhe Rama nuk e lëshon Belindën. E ndëgjohet vetë se Mirlinda, që është në fakt shumë shpesh prestonome e lindës së Surrelit, që del dhe i bën avokatira tani, dhe për studio, bashkëshortit Hajdut në vend se t'i thot mos vidh, qytetarët del bën avokatire saj në studio të ndryshme. Pra, Mirlinda, për cilën thotun kam respektin maksimal. 2 pengmarrje, o miq. 2 pengmarrje. 2 biznismen janë marrë penë se guxonin të paraqisin oferta të cilat tendra të cilë do t'i fitonte me çdo kusht Bashanaku dhe as kusht tjetër. Nuk kap se të ndalem gjatë, sepse ju vetini të vetëdijshëm në zinxhirin e pafund të krimeve që këta kanë kryer. Por tani, ne jemi një moment kritik. Në një moment kritik të ekzistencës sonë, të përmbushjes misionit tonë. Asgjë s'do përcaktoj më shumë fatin e Partisë Demokratike, fatin e Shqipërisë dhe të kombit shqiptar, se sa përmbushje e misionit tonë. Përmbushje e këtij regjimi. Diktaturat nuk janë të lehta për të përmbushur. Janë shumë të vështira. Por diktaturat autoritare edhe totalitaret përmbysen vetëm në një rrugë, me revolt popullore. Ata të cilët besojnë se mund ta përmbysin diktaturën me vot, mashtrojnë vetën e tyre, apo mashtrohen. Në thjesht, se jemi të harrojmë çdo gjë, gjithçka. Por të vim me datën, po marrë zgjedhjet e fundit, të vim me datën 8 maj të 2025-ës. Narkodiktatori del dhe njofton se fala të gjitha gjobat dhe kamatat. A e dini ju sa ishin ato? Ato ishin 10 herë më shumë se që imagjinoja unë që kam qenë kryeministër. Jo ma ju. Unë, nga ndrojtja se po ju mashtroj, thash se këto ishin 200 milion euro. Ato ishin 2 miliard euro. Nga faturat që dolen më vonë. Ishin 2 miliard euro. Ato vetëm ato interesonin 200.000 familje. Nuk ka zgjedhje me diktatorët. Kur? Urdhoni, nuk po numroj 10 faktorë të tjerë, po marrë vetëm këte. Jo një populli me një elektorat 1.400.000 apo 500.000, po dhe një popull me elektorat 3 apo 4 milion votues